pra investimet e tjera që do të bënë atje, pse ka gjallë ka shumë pak naci, pse thirrja për protesta që ka ndodhe edhe është në të mirë të Ulçinit kjo apo jo, si e shohin edhe si mundemi me shpjegu nga ana turistika apo nga profesionistët këtë pjesë? Duhet të cekim që plazhi i madh është mund të themi një ndër atraksionet më të mëdha jo vetëm për Ulçinin, për Malin e Zi, por për gjithë Ballkanin dhe me gjërë për të gjithë Mediteranin, për fat keq apo të mirë, deri me tani ne kemi arritur në një farë mënyrë ta mbrojmë, mos ta zhvillojmë komplet 12 kilometër të plazhit dhe gjithmonë duke pritur që do të gjejmë mënyrën më të mirë të valorizimit të plazhit të madh. Dhe në këtë pritje ndoshta diku dhe ne jemi humbur dhe nuk kemi përgatitur si duhet dhe para një muaji kanë filluar shqetësimet më të mëdha për të gjithë banorët e Ulçinit, sepse lajmërohet një ndërmarrje ndërtimi nga shtetet arabe dhe ne nuk kemi asgjë kundër sepse investimet duhet të bëhen dhe vjen me një ide të parën të marrjes me qira të plazhave të Ulçinit, të 9 plazhave dhe pastaj pas kësaj dalin ato mund të themi mshefësit që këto do t'jenë investitorët potencial në plazhin e madh. Por jo në një apo dy nukleuset të plazhit të madh, por në të gjithë plazhin e madh. Dhe flitet me atë që të jepet në shfrytëzim për 90 vite dhe me një ide të krijimit të një Dubai të vogël dhe ne normal që do t'jemi kundër e para që të jepet komplet plazhi i madh në 90 vite shfrytëzim dikujt, sepse nuk dëshirojmë të jemi të huaj në qytetin tonë, por dhe të gjithë mysafirët të kenë ku të lahen dhe të vinë, sepse është oferta, mund të themi kryesore, oferta e plazheve e Ulçinit. Dhe në anën tjetër nuk na duhet një Dubai tjetër, sepse kemi ato kush dëshiron do të shkojë atje, ne do të mundohemi që valorizimi të jetë autokton dhe ajo që t'ju mbet gjeneratave të ardhme, që dhe ato të bëjnë valorizimin e mëtutjeshëm. Dhe për këto shqetësime ka ndodhur disa proteste, por dhe pushteti lokal ka prur disa vendime që nuk do të lejoj në këtë mënyrë valorizimin e plazhit të madh. Dhe tani, sepse sot mysafiri janë dashur të jenë kryetari komunës dhe drejtori organizatës, por për shkak të ndodhive të cilat ndryshojnë nga momenti në moment, janë dashur që të kthehen në Malë të Zi dhe sot i kanë disa takime tjera, pasi që investitori potencial ndodhet në Malë të Zi këtë ditë. Edhe uroj që si do të qoftë, nëse bën investimet të tilla, të bën në të mirë të Ulçinit dhe të Malit të Zi në përgjithësi, sepse në momentin kur ka investime të tilla, mundën me sjellë edhe turistë të tjerë dhe një numër më të madh të turistëve, po pavarësisht pa ndjesë kur jemi të huaj, ju mirë thatë që të mirët pra i gjithë plazhi. Definitive, kjo është edhe qëllimi jonë. E ceka në fillim, absolut nuk kemi kundër investimeve, mirë po jo që një personi t'i jepet e gjithë hapësira. Dhe ajo çka është më e keqa, pa tendere publike, por me një marrëveshje të cilën e kanë bërë në mes të shtetit të Malit të Zi dhe shteteve arabe, e cila në një farë mënyrë është në kundërshtim me kushtetutën e vetë Malit të Zi dhe në anën tjetër në kundërshtim me një pjesë të madhe të ligjeve të cilat gjenden në fuqi për këtë moment në Mal të Zi. Por duhet të jemi optimist, jam e sigurt sepse nuk është qëllimi të largojmë investitorët, por duhet të jemi vigjilant të shohim se sa është serioziteti i atyre investitorëve dhe ajo që ka shumë rëndësi të shohin projekte konkrete dhe jo ndoshta skica apo fjalë dhe ngjyra në letër të cilat tregojnë një diçka që duket e bukur, por ajo frika e asaj mshefësisë. Por jam e sigurt sepse ne në Ulçin kemi kaluar Ulçini ka traditën e qytetërimit për mbi 2500 vjeçare dhe shpresoj që dhe këtu do të dim të jemi vigjilant, të mos largojmë nëse investitorët me të vërtet janë serioz, por nëse pasaj mshefet diçka, ne patjetër që duhet reaguar. Prishni një numër më të madh të vizitorëve së vjet, ka tendencë të tilla apo jo? E para shpresoj që çdo gjë të jetë në rregull.
me të gjitha këto. Dhe normal, që çdo vit presim një numër me të madh të mysafirëve. Shpresoj edhe ato që të gjitha plazhet do të jenë të përgatitura dhe do të shkojë siç ka si duhet. Çka duhet të përgatiten për shembull plazhet, çka munden me pa për ata, edhe pse besoj që të gjithë të paktën një herë në jetë kemi qenë në Ulqen, po ndoshta nëse dikush tjetër nuk ka qenë ose çka mundet me pas si vjet prej këtyre plazheve. Për ato që nuk kanë qenë, do të them që Ulqini ofron, do thotë, ofertë turistike që nga pika kufitare, kur vini në Ulqen, deri në dalje nga Ulqini, do të thotë, që nga liçeni i Shasit dhe qyteti i vjetër i Shasit, i cili shumë pak i njohur, ndoshta për kosovarët, duke vazhduar me plazhin e madh dhe plazhin e vogël që janë më të njohura për Ulqinin, për kosovarët, po në anën tjetër kemi plazhet e Pyllit të Pishave, Xhiri i Valdanosit, plazhet e Kruçit, të gjitha çdo vit shumë më interesante për të gjithë. Dhe ato që e kemi vrejtur është Ishulli Ada dhe për rininë e Kosovës, çdo vit është shumë më interesante, sepse ajo mund të themi është një bukuri e paprekur dhe një përjetim i Bregdetit pak më ndryshe. Karakteristik tjetër është për rinin që plazhet jetojnë 24 orë, duke filluar nga mëngjesi me rezitje apo kush është adhurues i adrenalinit me sportet e ujit, me kitesurf dhe me ato ndodhit e mbrëmjes apo manifestimet që organizohen në plazhe në jetën e mbrëmjes, sidomos dhe në pjesën e plazhit të vogël, ku është zona e të rinjve, dhe kjo është ajo, do të thotë, natyra ka qenë ajo që Ulqinit i ka ofruar shumë, sepse përveç aty në bukurive rëra është edhe shëruese, ajo që është, që ne e themi uji i plazhit është ofron shumë dhe një numër i madh i fëmijëve. Vinë edhe për përfitime shëndetësore. Edhe për përfitime shëndetësore, por edhe ajo që, do thotë, ato notimin e kanë shumë të lehtë ta mësojnë në plazhin e madh, po edhe atë të voglin.